Përshëndetje miq, dhe ju ndjekës të këtij kanali dhe ju vëllezër me motra në Krishtin, paqja me ju dhe mirë se u gjetëm në mësimin e 6 të kësaj serie të mësimeve mbi luftën shpirtërore. Kuptojmë që janë mësime biblike nga teologjia e krishtere protestante ose ungjillore. Dhe sot kemi arritur pikërisht tek mësimi i parafundit, pra 6 në radhë, me titull Armatimi shpirtëror, pjesa 1. Dhe sot do fokusohemi pikërisht ndaj qëndresa ndaj sulmeve shpirtërore. Dhe para se të fillojmë të marrim një urim nga Shkrimi i Shenjtë, përsërisim hyrjen, që vlen për ata që nuk na kanë ndjekur që nga fillimi, për të kuptuar pse vlen kësaj të mësimesh. Dhe pikërisht lufta shpirtërore, sipas fjalës së Shenjtë, është një betejë midis të mirës dhe së keqes. Kur njeriu përballet me fuqi shpirtërore të errta, së brendshme dhe së jashtme. Disa nga këto fuqi të errta njihen si tundimi, dyshimi, frika apo gënjeshtra, të cilat synojnë shkatrimin e gëzimit në jetë, qëllimeve për jetën apo të marrëdhënieve tona. Në këtë seri mësimesh do të shohim se si mund të qëndrojmë në këtë betejë shpirtërore si besimtar në pozicionin e fitimtarit. Ndërsa ata që nuk janë në besim, por në kërkim të së vërtetës, do të fitojnë një uri shumë të vlefshme për jetën nga urtësia e përjetshme e Biblës. Dhe fillon pikërisht me këtë urtësi të përjetshme të Shkrimit të Shenjtë, që është fjala e përjetshme e Perëndis, pikërisht për qëndresën. Pra kemi hyrë tashmë në dy hapat e fundit, i lidhen me armatimin e Perëndis ose armatimin shpirtëror. Dhe kemi lexuar nga letra e Efesianëve, nga njëri prej 66 librave të Biblës, që është letra e Efesianëve në Vjetën e Re ose Testamentin e Ri, pra pas Krishtit. Dhe tek Efesianëve 6, pra kapitulli 6, vargu 11 na thuhet: "Vishni gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit." Pra fillojmë nga fundi, kemi thënë, veçanërisht për besimtarin e ri, kur ai ka dëgjuar fjalën e Perëndis dhe ka marrë vendimin që mos të jetojë më një jetë të vjetër dhe pa kuptim, por të jetojë tashmë në dritën e së vërtetës dhe të jetojë për Zotin, për Perëndin. Kur ai ka besuar që me forcat e veta njeriu nuk ja del dot që të transformohet, të bëhet i drejtë, të bëhet i shenjtë dhe të ketë jetën e plotë, por duhet që së pari i falen mëkatet. Kjo smundje e madhe shpirtërore që njeriu ka trashëguar që nga koha e Adamit dhe Evës, njohur si mëkati stërgjyshor. Pra kur ky njeri vendos të shërohet nga e keqja, që është, si thua, helmimi i shpirtit, kryer nga këto fuqi të errta. Dhe besojnë që Perëndia e ka pastruar nga këto pasojat mëkatit. Pikërisht me gjakun e Krishtit në kryq, që është po Perëndia e ardhur në miq, sipas fjalës së Shenjtë, për mbushjes profecive, pikërisht për të marrë mbi vete dënimin që meritojnë mëkatet tona. Atëherë ky njeri vendos të jetojë për Zotin, mos jetojë më për vete, për epshet e mashtrimit, sikur se përmend fjala, por do të jetojë vetëm me të vërtetën. Atëherë në momentin e besimit, Perëndia këtij besimtari i jep frymën e shenjtë. Të ndryshe shkruan ligjin e tij hyjnor në zemrën e këtij besimtari. Dhe ky besimtar fiton një vizion të ri për jetën. Të ndryshe një jetë të re. Dhe kjo në krishterinë, pra në teologjinë kristiane, njihet si rilindja ose rilindja nga lart. Dhe është fenomen binatyror, sepse Perëndia bën banesë në frymën e shenjtë për brenda këtij besimtari. Por në momentin e besimit, si me këtë bekim që Perëndia jep, që është dhurata e shpëtimit, ose kafari i shpëtimit,
ose vulosja në frymën e shenjtë. Po në këtë moment, Satani pra, dhe gjithë sistemi i tij, principatave qiellore, që janë fushi frymërore, kemi thënë, intensifikon sulmet që ta dekurajojë të besimtarët dhe mos të gëzojë të dhurat të hirit, pra të dashurisë dhe të mëshirës Perëndisë, që ka falur në gjakun e Krishtit. Dhe çfarë bën Satani? Fillon dhe ndërton kurthe më të sofistikuara për ta gënjur dhe për ta nxjerrë besimtarin nga rruga e së vërtetës, që jep kjo jetë e re. Dhe këtu Fjala e Shenjtë na thotë që nëse ndodhemi përballë këtyre kurtheve, pra nëse gëzimi jonë si besimtar prishet, fillon hasim gjëra të cilat në vend që na inkurajojnë dhe të na japin gëzim dhe paqe në këtë jetë e re, fillojnë na e bëjnë krishtërimin të shëmtuar, të shpifur, ose si diçka fetare, diçka që më shumë na, si të thuash, na mundon, e na rëndon, apo na dënon, se sa diçka për të gëzuar si një dhuratë kaq e madhe, ku kemi të garantuar përjetësinë e shpirtit, atëherë shkrimi na thotë që jemi përballë një kurthi shpirtëror dhe na thërret që të veshim gjithë armatimin e Perëndisë. Gjithë armatimin e Perëndisë. Pra jo vetëm një prej armëve frymërore, por të gjithë armatimin. Dhe ne do reflektojmë pak, do hedhim pak dritë më tepër mbi këtë armatimin e Perëndisë, po kemi thënë që elementi kryesor e para është fjala e Perëndisë, që do thotë kujt Perëndije po i besojmë. Dhe Perëndia ka folur përmes profetëve, përmes apostujve, në kohën e fundit thot apostulli na ka folur me birrin e tij, që është shëmbullimi i dukshëm i Perëndisë pa dukshëm, Jezu Krishti. Dhe fjala e tij është e vërteta, fjala e tij është dritë, është jetë. Dhe besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Pra kemi thënë, fjala e Perëndisë është i vetmi mjet që na çon në besim dhe na rrit besimin. Sa më shumë ta njohim fjalën e Perëndisë, sa më shumë të lexojmë Biblën, shkrimin e shenjtë, aq më shumë do njohim Perëndin, dhe aq më pranë tij do jemi. Dhe aq më sigurt do jemi. Dhe aq më shumë do veprojë fryma e shenjtë që Perëndia ka thënë brenda nesh, sepse fryma e shenjtë jo vetëm na ngushëllon, pra na jep paqe. Por fryma e shenjtë, sipas fjalëve të Jezu Krishtit, do na drejtojë tek e gjitha e vërteta. Por ama kur ne nuk njohim të vërtetën, nuk kemi shtrimin, atëherë fryma e shenjtë nuk ka fund të na drejtojë. Dhe këtu Satani, pra djalli, luan, duke vjedhur tek ne ato që njihen në Bibël si herezi shkatërruese, për na fut në doktrina të rreme, në një krishtërim të rrem, në fe apo në filozofi të rreme, dhe na nxjerr nga mundi i Zotit. Pra mund të jetë filozofi që nuk përputhen me ato që Perëndia premton. Pra mund të premtojmë gjëra të reja, gjëra të tjera, të njështra, që për hir të vërtetës në fillim duken të bukura. Pra mësime që në Bibël njihen si gudulisje veshësh. I japin njeriu që të dëgjojë ato çfarë ai kërkon të dëgjojë. Kur nuk është i pjekur në besim dhe kur nuk njeh shkrimin e shenjtë. Por ama nëse besimtari fillon të njohë shkrimin, paralel arma kryesore që kemi thënë është lutja. Lutja nuk është ritual fetar, është komunikim me Perëndin dhe është, si të thuash, marrëdhënie me Perëndin. Është kur ne i lëm Perëndisë barrat tona, sa i vetë kërkon që t'i mbajë barrat tona, sepse mirakoset për ne për shkrimi, por ne marrim dhe nga Perëndia ngushëllim, paqe dhe freski shpirtërore, që na bën të palëkundur. Dhe kemi thënë në mësimet e tjera, kjo është si procesi fotosintezës. Pra gjethet e pemëve marrin dioksidin e karbonit dhe lëshojnë oksigjen, që ne të mund të marrim ajër të pastër për mushkujt tona. Pa kështu ka krijuar Zoti. Edhe lutja për besimtarët e krishterë vlen të shihet si një marrëdhënie e tillë. Pra nga komunikimi kalojnë në një marrëdhënie. Ne i hapim zemrën Zotit, i paraqesim kërkesat tona,
me anë të lutjeve, me përgjërime, me falenderime, me mirënjohje. Dhe Zoti të jep atë paqen që të kalojnë çdo zvarësia, pra të ri për të rinë. Pra lutja është proces rigjenerues frymëror, është si freskim shpirtëror. Dhe kur besimtari ka fjalën e Perëndis, ka dhe një jetë plot me lutje, atëre ai është tashmë i përgatitur për të luftuar. Por nëse të shalonte ndonjëra nga këto, atëre i mungon një nakrat, kemi thënë, është si një zog nga një krah. Ose një njeri që noton me një dorë. Pra do të ketë shumë të vështirë. Por nëse ai ka të dyja krahët, pra ka edhe mësimin, edhe fjalën e shenjtë, njohurinë e fjalës, edhe lutjen, dhe të dyja këto janë procese që vazhdojnë gjithë jetën. Pra Bibla jo se e lexojmë një herë dhe mbarojmë. Bibla, fjala e Zotit është ushqim shpirtëror. Është si ushqim, është si buka që ha. Dhe ne nuk mund të rrim pa ushqim shumë ditë apo jo. Pra është ushqim për shpirtin. Vetë Jezusi thotë, njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por edhe me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Kurse lutjen le ta marrim si uri që na freskon. Pra kemi nevojë për bukën, kemi nevojë për ujin që të jetojmë. Çfarë ka bërë Zoti? Edhe në rastin konkret, në rastin frymëror, ushqimin frymëror, kemi nevojë për bukën e jetës, që është fjala e Zotit, dhe për ujin e gjallë, që është lutja, që shkojmë pranë Zotit. Dhe vetëm pasi kemi këto dy krahë që kemi thënë, atëherë mund të veshim gjithë armatimin e Perëndis. Dhe jemi gati për luftë. Dhe lufta, kujdes, shkrimi këtu jep një fjalë kyçe që vlen ta theksojmë, sepse shumë besimtarë bëjnë një herë gabime. Sidomos denominacionet që kanë një prirje më karizmatike. Por për të vërtetës në çdo denominacion krishterë, ka besimtarë që kanë prirje karizmatike. Dhe prirjet karizmatike do thotë që kanë atë përjetimin më të madh ndaj Perëndis, dhe mund të flasin ndonjëherë me zot të lartë, mund të përtasin, mund të flasin në gjuhë të panjohura, pra janë më emocional në jetesën e tyre, në stilin e jetesës së krishterë. Dhe ndonjëherë këta bien në këtë teprim, le të themi, ose mësim jo fort të shëndetshëm, që thonë, unë për shembull kam fuqinë e Perëndis për ta mposhtur djallin. I them djallit shporru ose largohu ose dhe eci me idenë sikur ata po i vrasin këto fuqi satanike. Por shkrimi asnjë fundi nuk e thotë këtë gjë. Na thot vetëm qëndroni ndaj tyre. Pra edhe te letra e Jakobit, që ne nuk po e bëjmë, se po bëjmë letrën e Efesianëve, thotë qëndrojeni djallit, thotë, dhe ai do të largohet. Pra besimtarët janë thirrur që me këtë armatim të Perëndis të qëndrojnë kurtheve të djallit. Dhe jo ta mposhtin djallin, nuk e kemi ne këtë pushtet. Vëllezër dhe motra, do ta theksoj këtë gjë sepse sot jetojmë në këtë informacioni dhe shumë mësime hapen, por jo çdo mësim është biblik, secili mund të ketë atë interpretimin e tij, sidomos tek ne protestantët apo ungjillorët, ka shumë të tilla që ecin me shumë interpretime, dhe kjo është një gjë e mirë se debati sjell dhe zhvillim, dhe është urtësi, patjetër, edhe kisha këtë detyrë ka, pa të rraj ide, por në fundit, opinionet janë ato që dalin nga ne, por në fund, fjala finale ka Zoti, dhe Zoti ka folur në Bibël. Dhe ai asnjëherë nuk thotë që ti ke pushtet të shkatrosh këto principata satanike. Pushteti vetëm që kemi ne është që të qëndrojmë. Dhe ato i shkatron Perëndia, Perëndia i ka ëngjëjt. Dhe ëngjëjt janë shërbestarë na, janë shërbyes të Perëndis dhe të njerëzve. Të krishterët dashurish, ne kemi ëngjëjt mbrojtës. Ata luftojnë për ne, jo ne. Madje ëngjëjt mbrojnë dhe njerëzit e tjerë, që botë mos shkatrohet tërësisht. Pra është një betejë konstante. Pra tham, fjala e Perëndis e përditshme, meditimi mbi të, qoftë edhe një varg, pra të meditojmë mbi fjalën e Perëndis gjithmonë. Pra besimtari ka fjalën në vetvete, nuk ka thjesht librin fizik. Ai e di fjalën dhe e reflekton, mediton mbi fjalën e Perëndis vazhdimisht. Dhe përpiqet që ta zbatojë në praktikë në çdo situatë jetës, në mënyrë që të ecë sipas drejtësisë Perëndis. Dhe kur bën këtë gjë, kur i bindet fjalës Perëndis, pra e zbaton jetë, Perëndia e bekon
bindja. Por ana tjetër ka dhe lutjen, marrëdhënien e tij personale me Perëndin. Perëndia është personal, nuk është universi, nuk është një forcë kështu magjike, dinamike. Perëndia është personal. Dhe jeton në nivelin e qiellit të tretë, në mbretërinë qiellore, në parajs, me angjëjt e tij. Dhe do rikthehet në Jezu Krishtin për të bërë gjyqin e final përfundimtar, ku Satani me gjithë angjëjt e tij do hidhen në liçenin e zjarrit, pra në ferr, me gjithë ata që i kanë shërbyer, që nuk kanë dashur të ndihmojnë për Perëndin. Dhe do krijonin qiellin dhe një tokë e re, ku Perëndia do jetë drita e gjithë besimtarëve në përjetësi, gjithë bijve dhe bijave të tij të rinjtur. Nga kjo jetë e re po flasim, të rinjtur nga Perëndia. Pra qëndrimi tham, dhe le të shohim çfarë është armatimi. Do pam që qëllimi është qëndrimi ndaj sulmeve, por çfarë është ky armatimi shpirtëror ose armatimi i Perëndis? Armatimi të dashur miq nuk është një listë rregullash. Nuk është një legalizëm fetar, siç bëjnë ndonjëherë gabim shumë besimtarë fatkeqësisht. Por është në fakt një përshkrim i karakterit të Krishtit që ne na mbron. Kur ne përputhemi, pra përputhim karakterin ton, të njeriu të ri, të rilindur, në karakterin e Krishtit, atëherë ne, si të thuash, aksesojmë ose marrim mbi vete të armatimin të Perëndis. Pra në farë mënyrë veshim Krishtin, siç na thot fjala e Perëndis diku tjetër. Por Pali, apostulli Pali që ka shkruar letrën e Efesianëve, ka pasur ndërmend ushtarin romak, sepse ai ndodhej i burgosur për misionin e tij, pra predikimin e Ungjillit të Jezu Krishtit. Dhe duke parë ushtarin romak, veshjen e tij, armaturën e tij, ai bëri edhe këtë lloj figuracioni në shkrim, për të dhënë këtë lloj shëmbëtyre. Dhe sipas shkrimit shohim që kjo armaturë e Perëndis është e vetmja mënyrë për të qëndruar në ditën e vështirë. Pra njësoj si në ushtarin romak, ata kishin ato parzmoret e hekurta, gjithë ato elementë që kishin, i kishin pikërisht për mbrojtje ndaj sulmeve. Edhe Pali, pra apostulli, jep një figuracion, por në trajnë frymore në shkrimin e shenjtë. Duke thënë që armatimi i Perëndis i shërben besimtarit për të mbrojtur. Në momentin kur ka sulme, dhe sulmet tanë janë dyshimi, mosbesimi, frika, dekurajimi, akuzimi. Pra, kur besimtari fillon thotë, ore, unë nuk jam i denj, unë jam thjesht mëkatar, për shembull, dënon veten, ose thotë, po sikur mos ketë Zot fare, ku janë gjithë ato mendime që bien ndesh me të vërtetën. Sepse kemi paralel të vërtetën në një krah, që është rruga e vërtetë dhe jeta, po kemi edhe paralelën tjetër më të madhe, atë që në Bibël njihet si rruga e gjerë, ku ka gjithë këto gjysmë e çerek të vërtetash, ku vetëm besime fetare kemi 22.000 besime fetare sot në botë, imagjinoni 22.000 besime fetare. Dhe paralel dhe gënjeshtra që të gjitha këto 22.000 besime të shënojnë tek njëjti Zot, kur ato konfliktojnë me njëra tjetrën. Ndërkohë që Bibla thotë Perëndia është Perëndi i rregullit, dhe një është rruga e vërtetë dhe jeta. Dhe pjesa e armatimit në veçanti shohim që është ai që Pali apostulli e quajnë në shkrim si brezi i së vërtetës. Dhe tek Efesianëve 6:14 na thuhet: qëndroni, pra përsëritet pra, qëndroni pra të fortë, duke patur në pra në ije brezin e së vërtetës. Do të thotë, e prekëm pak dhe në fillim, fjala e Perëndis është e vërteta. Nëse besimtari njeh fjalën e Zotit mirë, atëherë e vërteta mund ta mbajë të sigurt kundër gënjeshtrave të armikut. Sepse ka kaq shumë fjalë përreth, kaq shumë informacion, kaq shumë gënjeshtra, kaq shumë individ që janë vegla të këtyre forcave të errësirës së dashurisë, që kërkojnë si ajo errësira me çdo kush që ta zënë këtë dritën, dhe t'i largojnë njerëzit nga drita. Pra çfarë mësojmë nga e gjithë kjo gjë?
mësojmë që fjala e Perëndis është vetë e vërteta dhe është brezi që mban gjithë armatimin për të qëndruar sulmeve të djallit. Për nëse besimtari i krishterë nuk njeh fjalën e Perëndis, atëherë besimi i tij nuk është i plotë. Dhe ai nuk është i përgatitur për këtë qëndres. Prandaj Zoti ka krijuar dhe kishën, bashkësinë, ku besimtari jo vetëm të studiojë fjalën e Zotit, sikur të ishte në shkollë, se Zoti na ka quajtur nxënës apo jo, dishepuj. Dishepuj do thotë nxënës. Dhe vjen nga fjala disiplinë në latinë. La disiplinë, dishepull që mëson fjalën e Zotit. Dhe pse quhet disiplinë? Sepse mëson këtë fjalë për ta vënë në praktikë, për të jetuar krishtërinë, për të jetuar me të vërtetën. Dhe për ta mbajtur veten jo vetëm në rrugën e drejtë, por edhe në shenjë të ri, për të mbrojtur nga mëkati dhe të mbrojtur nga çdo ligësi që komprometon shpirtin e tij. Pra, e vërteta fjala e Perëndis, Bibla, njohuria e shkrimit të shenjtë është brezi i së vërtetës. Ajo e mban gjithë armatimin e Perëndis në vend, sikur se mbante armaturën e ushtarit romak. Nëse ikën brezi, pra nëse ushtari romak supozohet do ishte pa brezin, atëherë ai jo vetëm armaturën që do e kishte të lëvizshme dhe nuk do mbrojë, por nuk do kishte edhe vendin ku të vendoste shpatën, që është arma e tij, sepse edhe shpata vendosi në brez. Pra është elementi më kryesor i jetës së krishtere, njohuria e së vërtetës. Dhe po të vjojmë te të dashur miq, na jepet dhe parzmorja e drejtësisë. Pra parzmorja që është ajo mbrojtja që ka. Dhe tek Efesianëve 6:14 apostulli shkruan: dhe të veshur me parzmorën e drejtësisë. Pra brezi i së vërtetës, kurse këtu kemi parzmorën e drejtësisë, e vërteta dhe drejtësia, që do thotë të dyja bashkëveprojnë së bashku. Vetëm me anë të vërtetës, me anë të fjalës së Perëndis, njeriu mund të kuptojë çfarë është e drejta dhe çfarë është e padrejta. Ai që nuk ka fjalën e Perëndis si bazë, pra si themel të jetës së tij, nuk ndërton dot dhe themelin, si thua, sistemin e vlerave të perëndishme në jetën e tij. Dhe kjo është pikërisht drejtësia e Perëndis që na mbron zemrën, na mbron shpirtërisht. Sepse nuk vendosim më ne vetë çfarë është e mirë dhe është e keqja për ne, sepse natyra jonë është një natyrë e korruptuar nga kjo smundje e mëkatit, por ama të shëruar në besimin e gjallë dhe veprues në Krishtin. Jo në atë që bëmë ne, por në atë që Perëndia bën me ne dhe ka bërë me ne në Krishtin, shohim që asgjë nuk varet nga drejtësia jonë, por ajo që ne kemi marrë nëpërmjet Krishtit, nëpërmjet veprës së Perëndis në Krishtin. Dhe o më kot, diku tjetër në Bibël, Krishti njihet si drejtësia jonë. I drejti që kufizohet për të padrejtën, në mënyrë që ne nëpërmjet besimit të marrim pjesë në këtë plan hynor të Perëndis dhe për të drejtësuar para Perëndis. Pra vëllezër dhe motra, disheni besimtar dhe që i ligu me kurthet e tia, ju ndekurajon. E thotë që ti nuk i denjë, je mëkatar jemi që gjithë. Por ama nëse urrejmë mëkatin dhe nuk na pëlqen të mëkatojmë, por duam të ecim në dritën e së vërtetës, ta dini që jeni në rrugën e duhur, sepse drejtësia jonë nuk është fal veprave, është vetëm fal besimit në Krishtin. Dhe vargu i Perëndis, pra fjalës së shenjtë na thotë që para Krishtit në vjetën e vjetër, që i drejti duhet të jetojë në bazë të besimit, me anë të besimit. Pra i drejti do të jetojë me anë të besimit. Pra ky është besimi i krishterë që drejtëson njeriu përpara Perëndis. Dhe tjetër elementi armaturës ose armatimit shpirtëror janë këpucët e ungjillit të paqes. Pra na flitet për këpucët ose sandalet ndoshta
Pra, sikur se i kishin dhe ushtarët romak në shekullin e parë, kur apostulli pak ka shkruar këtë letër, dhe tek Efesianëve 6:15 na thuhet që dhe këmbët të mbathura me gatishmërinë e ungjillit të paqes. Pra tham brezi së vërtetës, fjala e Perëndis, jo fjalët e botës, fjalët e dritës, jo fjalët e errësirës. Tham parzmorja e drejtësisë, jemi të drejtësuar me anë të besimit tek e vërteta, tek lajmi i mirë. Dhe ky lajm i mirë është pikërisht ungjilli i paqes. Do thotë që Perëndia ishte në Krishtin, në kryq, për të bërë paqe me botën. Pra Perëndia erdhi në Krishtin, të marrim i vete mëkatet tona, që ne të kemi paqe me të. Të zemërimi i tij mos të bjerë më mbi ne, fal mëkatit ton, por ai zemërim shkoi në trupin e pamëkat të Krishtit. Ky ishte gjithë vepra hyjnore dhe profetizuar e Perëndisë në të gjithë shkrimet e shenjta. Që plotësua në shekullin e parë dhe pas i plotësimi, vitet kalendarike u ndanë në vitet para Krishtit dhe pas Krishtit. Tu ndryshon historia e njerëzimit. Dhe jemi tashmë në këtë beslidhje të re, në këtë testament të ri me Perëndin. Është një kontratë e re, një marrëveshje e re që kemi bërë me gjakun e Krishtit. Dhe kjo na drejtson dhe kjo na rrit në besim, që Perëndia dëshiron të ketë mëshirë dhe jo gjykim ndaj ne. Dhe ka bërë paqe me ne në Krishtin. E mori ai mëkatin tonë. Ne në Shqip kemi sa fjalë trashëguara të dashur miq, dhe patjetër që urtësia vjen nga Perëndia, te thotë edhe shkrimi. Për shembull kemi shprehjen të marrsha të ligat të bëksha kurban për shembull. Pse kemi këtë? E kemi që nga hebrejt, që nga Dhjata e Vjetër. Ata bënin kurban kafshë, si simbolik që mëkati i tyre shkonte te kafsha, dhe teksa kafsha vritej, lajë me gjakun e saj mëkati. Sepse ata e dinin ligjin e Perëndisë, që çdo mëkat meriton vdekjen. Dhe mëkati është para Perëndisë është si vrasje, është si krim. Dhe këtu binte koncepti i ligjit hyjnor, që në Dhjatën e Vjetër. U thoshte gjaku duhet lahet me gjak. Dhe edhe në shqiptarët e kemi këtë që nga kanuni e të tjera janë të gjitha biblike. Por në Dhjatën e Re Perëndia vjen vetë në birin e tij, Krishtin, dhe bëhet ai kurban për ne. Për çfarë u bë kurban? Për të na marrë të ligat, për të na marrë të keqen më të madhe, që është mëkati. E keqja më e madhe nuk është ignoranca, nuk është sistemi arsimor, apo të tjera gjëra që i ligu fut nëpërmjet këtyre filozofive dhe 22.000 feve që ka shpirt. Problemi kryesor të dashurisë që është ajo që Jezusi ka thënë, është mëkati. Dhe kush mëkaton, është sklavi i mëkatit, që do të thotë sklavi i djallit. Por Perëndia, vetëm me anë të besimit, duke bërë këtë vepër në kryq, ai imposhti djallit dhe imposhti dhe vdekjen. Pra, të dyja fuqitë e tilla, mëkatin dhe vdekjen, Perëndia i mundi në kryq. Dhe ne vetëm me anë të besimit te ky plan shpëtues i Perëndisë, ne marrim dhuratën e rilindjes. Perëndia na fuqizon, na transformon, na drejtëson duke parë tek ne Krishtin dhe jo më mëkatarin. Dhe na mban në dritën e së vërtetës. Dhe sa më shumë ta njohim fjalën, dhe të kemi këtë marrëdhënie tutjesh me Perëndin. Komunikimi, pra këtë marrëdhënie të ngushtë me Perëndin. Të kuptojmë që Perëndia është Perëndi i paqes. Ai ka bërë paqe me ne, është pajtuar me ne, me anë të Krishtit. Dhe nëse besojmë të gjë, nëse bindemi që Perëndia ka bërë paqe me ne, është pajtuar, që fjala pajtim vjen po ashtu nga paqja, është paqëtim me në shqip, por është thjeshtësuar në fjalën pajtim. Pra do të thotë që ne jemi të qëndrueshëm dhe të sigurt që asgjë nuk ka ndarë nga dashuria e Perëndisë që është në Jezu Krisht. Nëse ne besojmë të ungjillit. Po vetëm ne mund ta marrim atë vendim. Që mos duam të jetojmë në këtë dashuri, jemi në këtë marrëdhënie me Perëndin dhe të duam të ikim, ky është vendimi jon. Por ai që është në këtë marrëdhënie dashurie dhe që shijon këtë paqe të dashurisë, që buron nga Perëndia dhe Perëndia është dashuri, vetëm ai është dashuri e vërtet, atëherë ky besimtar
duhet i qëndrueshëm në çdo gjë. Edhe teksa bëhet i qëndrueshëm në besim, ai bëhet dhe i përgatitur për të shpallur paqen e Perëndisë kudo që shkon. Jo vetëm me fjalë, por edhe me mënyrën si jeton. Pra i bëhet dëshmi për botën, bëhet dritë për botën. Dhe jo më kot vetë Zoti, që atë qëndrimet e tij në kot, në tokë, Jezu Krishti pra. Në predikimin e mal, tek Ungjilli sipas Mateut thotë që ju jeni drita e botës dhe nuk mund të fshihet thotë qyteti thotë mbi një mal. Pra duket se ka drita. Ose qiriu thotë nuk mund të fshihet në dhomë. Kështu dhe ju thotë. Kur njerëzit shohin veprat e mira thotë, ju do përlëdojnë atin tuaj që është në qiell. Pra që do të thotë, kjo është shpallja e paqes. Këta janë paqebërësit, bijtë e Perëndisë, që kudo që shkojnë, rrezatojnë mirësinë e Perëndisë. Dhe kjo nuk vjen dot nga përpjekjet njerëzore, përsërisim. Vetëm Perëndia e bën këtë me praninë e tij në frymën e shenjtë, teksa e ngushëllon njeriu e rilindur duke drejtuar me të vërtetën që është fjala e tij. Dhe kjo paqe e Perëndisë, kjo na jep stabilitet dhe ndryshe më falni qëndrueshmëri në besim. Dhe na bën resistent ndaj kurtheve dhe sulmeve të djallit. Dhe mbyllem me një ushtrim të dashur miq, vëllezër dhe motra, për këtë javë përqendrohem në 3 pjesët e para. Kështu është titulluar e para, pra thamë e vërteta, drejtësia dhe paqja. Këto janë 3 elementet e armatimit të Perëndisë. Dhe thamë që ky armatim qëndroi, kërkon lexim të Biblës, meditime fjalën e tij, pra fjala e Zotit jetë pjesë e jona, jetë në zemrën tonë, e shkruar në zemër, ky ligj i Perëndisë, kurse premton fjalën. Dhe së dyti në lutje që mos jenë ritual, po të jenë komunikim deri dhe në marrëdhënie me Perëndin. Pra komunion, siç e themi ne në gjuhën e krishterë ndryshe. Dhe në këtë prizëm është edhe ky ushtrimi praktik. Pra këtë javë përqendrohen në këto 3 pjesë që folëm, që janë pjesë e kësaj armature. E vërteta. Jetosh me të vërtetën, mund ta praktikosh të vërtetën. Kështu që ushtrimi i parë është fol të vërtetën në çdo situatë. Pra disiplinoje veten, siç na ka thirrur Jezusi të jemi dishepujt e tij. Në çdo situatë fol të vërtetën. Fol të vërtetën. Tani sfida është ta flasim të vërtetën me dashuri, me mirësjellje, që edhe mos të si thua shfidërojmë tjetrin, mos ta ofendojmë tjetrin. Se vërteta jo gjithmonë pranohet. Madje shumica e rasteve nuk pranohet. Por nëse merr të vendim të flasësh gjithmonë të vërtetën, do shikosh transformimin në zemrën tënde, do shikosh atë shërimin. Pra nëse ke pasur probleme këtë gjë. E dyta, lidhur me drejtësinë, kujto se je i drejtë ose i drejtësuar para Perëndisë në Krishtin. Madje unë do guxoja të thoya që je i drejtësuar vetëm në Krishtin. Pra, besimi krishterë, e kam thënë edhe në video të tjera, ndryshon nga të gjitha besimet e tjera, nga të gjitha këto 22.000 besimet e tjera. Të 22 fetë botërore mësojnë që ti duhet të bësh diçka, pra duhet të bësh mirë, duhet të bësh disa rituale, disa zakone, të shkosh diku, të bësh diçka që ti të shpëtohesh për në përjetësi. Besimi krishterë thotë jo, sepse fjala e Perëndisë thotë kështu, jo se thonë krishterët. Fjala e Perëndisë thotë që nuk ka as edhe një të drejtë para Perëndisë. As edhe një, që gjithë kanë mëkatuar që nga Adami dhe kanë rënë nga lavdia e Perëndisë. Por thotë jemi të drejtësuar falas me anë të drejtësisë Perëndisë në Krishtin, që është vetë Perëndia ardhur në mish për të bërë drejtësi për ne, me sakrifikimin e tij për faljen e mëkateve tona. Pra drejtësia jonë vjen vetëm nga Krishti. Që do të thotë, në krishtërim, ne besojmë që vetëm Perëndia, vetëm Zoti e shpëton njeriu. Nëpërmjet besimit të tij. Pra kur njeriu e beson këtë shpëtim, këtë lajm të shpëtimit, ai shpëtohet. Por nëse nuk e beson dhe thotë po prit se duhet bëj dhe unë diçka, atëherë ai nuk beson që plani i Zotit është mjaftueshëm. Por tani ndodhet edhe një bukur që të shmangin kish kuptime, se mund të thonë ndonjëherë po mirë unë bëj vetëm mëkatet këqija, po s'ka mundësi. Jetë kështu, sepse nëse ti beson Krishtin,
ti do kesh zemrën e transformuar nga fryma e shenjtë. Dhe fryma e shenjtë, pse quhet fryma e shenjtë? Se të bën të shenjtë. Dhe nuk mundesh dot më ta duash mëkatin. Pra do vetë që të ecësh në dritë, jo në errësirë. Pra ky është besimtari i rilindur. Që drejtohet në Krishtin falas, jo për veprave të tija, por pasi ka marrë shpëtimin nga besimi i vërtet, besimi i vërtet biblik, ai vetë automatikisht ka një karakter të ri dhe vetë kryen vepra të mira, sepse kjo është dëshira e tij, sepse nuk jeton dot më ndryshe. Dhe së treti, shpall paqe në vend të konfliktit. Konfliktet janë me shumicë, dashur vëllezër dhe motra, kurse paqja është me pakicë. E shohim vetë botën ku jetojmë. Nëse në këtë vogël konfliktesh, ne vetëm shtojmë një konflikt, më tepër, atëherë çfarë vlere ka ajo? Çfarë vlere ka një pikë ujë në oqean? Po nëse ne jetojmë si paqebërës, duke ditur që Perëndia ka bërë paqe me ne dhe qëllimi i tij është që të gjithë të shtohen, të gjithë kenë paqe në marrëdhënie me Perëndin, atëherë ne jemi thirrur për ta prezantuar Zotin, për ta prezantuar Krishtin që është princi i paqes, sipas shkrimit. Dhe nëse zgjedhim të gjë, nëse e marrim të vendim, atëherë edhe do të besojmë, edhe do të praktikojmë. Mos harroni, fush betejë fillon nga mendja. Nga mendja jonë, aty është betejë ku përballen këto dy trysni. Ne Perëndia na ka dhënë vullnetin e lirë për të zgjedhur. Ose të shërbejmë atij, dhe të jetojmë vetëm me të vërtetën, vetëm me drejtsinë e tij dhe jo të tonën, dhe të bëjmë vetëm paqe në vend konflikteve, mos ta kthejmë të keqen në të keqen. Gjithmonë errësirën, si thua, ta luftojmë me dritë, vetëm dritë në errësirë, jo errësirë në errësirë. Sepse jemi bijtë të dritës në Krisht. Lavdi Zotit. Pra ky është edhe mësimi miq, mësimi parafundit nga radha, uroj të jeni inkurajuar dhe të jeni nxitur për vepra të mira në dashurinë e Zotit. Ju kujtoj që këto janë mësime nga teologjia protestante ose ungjillore e krishterët, dhe kujtoj gjithashtu që kjo betejë është e përditshme dhe nuk është e thjeshtë. Prandaj Zoti ka thënë duar kishën, dhe për ju që jeni të rinj në këtë kanal, po lë për ju edhe emailin tim, pra enobariami@gmail.com, që nëse keni pyetje dhe kërkoni këshilla që mund t'ju ndihmojnë në betejën tuaj shpirtërore, mund të më shkruani përmes kësaj adrese të emailit dhe unë do t'ju përgjigjem nëpërmjet një videoje të shkurtër për ju, duke ruajtur anonimatin tuaj dhe duke udhëzuar mbi ato që thot Bibla. Përveç Biblës, unë kam një certifikim ndërkombëtar si një këshillues dhe trajnues për zhvillimin personal dhe profesional, dhe i shfrytëzoj të njohuri gjithmonë duke u nisur nga parimet e Shkrimit të Shenjtë për të ardhur në ndihmë gjithsesilit. Dhe kjo është edhe qëllimi i këtij kanali, pra e psikologjisë shpirtërore, me moton do ta njihni të vërtetën dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë. Zoti t'ju bekoj dhe miru pafshim në mësimin e radhës.